Merita është ndarë mes të gjithëve. Nëse kemi një produkt të suksesshëm, Merita po nuk e di ti e the që është i suksesshëm. Jo, unë po pyes, e di ku e shohun produktin. Po ta shikojmë në fund. Shiko, unë mendoj që në fund do ta shikojmë. Janë shtruar tifozët e ky produkt apo jo? Apo bien? Tani. Se po bëjmë stadiume, po rimodelojmë infrastrukturën. Janë shtruar tifozët? Tifozët nuk janë shtuar. Kushton biletat? Nuk e di. Okej. Ndoshta për gjendjen në të cilën ndodhen njerëzit edhe biletat mund të kushtojnë. Janë. E hajnë tifozët këtë? Po e hanë mos se hanë. Tifozë e hanë këtë? Po e ha dhe lojtari, mos ta haj tifozët. Do hajmë edhe ka një gjë. Që nëse ndryshohen 10 lojtarë, 12 lojtarë, ti nuk bën dot skuadër. Dhe ai që e merr koston më lehtë nga të gjithë është trajneri. Prandaj bën 3, bën 4 nëse sezoni nuk shkon mirë. Nëse shkon mirë, e mbyll kismet edhe me 1.